Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë diabetit, kjo recet me 2 përbërës ka lënë mjekët gojë hapur. Si pas ekspertëve, një nga recetat më të mira kundër diabetit është padyshim ajo me limon dhe selinot, të cilën ju do ta mësoni në këtë video. Receta me selinot dhe limon kundër sheqerit në gjak. Të dyja së bashku këto produkte normalizojnë nivelin e sheqerit në gjak në mënyrë tërësisht efikase dhe luftojnë diabetin. Kjo recetë është 100% natyrale dhe ka nevojë për vetëm 2 përbërës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 300 gram selino, 6 limon. Përgatitja: lajni kërcenjtë e selinos dhe më pas grini holl në një rende. Grimcat e vogla merreni dhe vendoseni në një tenxhere. Shtoni njëkohësisht lëng limoni të freskët dhe mbylleni me kapak. Ndisni sobën dhe vendosni një tenxhere të madhe dhe të mbushur me ujë. Ndërkohë, kur uji të marrë val, uleni zjarrin dhe vendoseni në një tenxhere të vogël ku keni selinon, proces i cili njihet si banjo mari. Mbajini në ujë të valuar për 2 orë dhe më pas hiqeni nga zjarri. Mos e hiqni kapakun pa u ftohur tenxheria. Më pas, lëngun hidheni në një kavanoz qelçi dhe mbylleni mirë me kapak. Kavanozin futeni në frigorifer. Pini nga një lugë çdo mëngjes me stomakun bosh gjysmë ore para se ju të hani mëngjes. Sasia e përftuar mund të zjasë deri në 2 muaj. 2 muaj pas marrjes së rregullt të kurrës, niveli i sheqerit në gjak do të normalizohet. Ju do të ndiheni shumë herë më mirë dhe të shëndetshëm. Limonët gjithashtu ndihmojnë në largimin e toksinave, rregullojnë pH-in, përmirësojnë tretjen dhe selinoja gjithashtu përmirëson funksionin e veshkave, lëvizjen e zorrëve dhe qarkullimin e gjakut. Ajo duhet konsumuar rregullisht. Një tjetër kombinim i shëndetshëm është ai me selino, majdanozë dhe mollë që pastron organizmin dhe jep energji dhe gjallëri. Lëng selinoje, mollë dhe majdanozi. Përbërësit janë 8 kërcenjë selino, 2 mollë jeshile, 1 tufë me majdanoz. Shtrydhni në fillim 4 kërcenjë të selinos dhe më pas shtoni majdanozin, mollën dhe më pas pjesët e mbetura të selinos. Lëngun duhet ta pini menjëherë për të marrë të gjithë ushqyesit e nevojshëm për të cilët ju keni nevojë. Ndërkohë, këtu ne do të flasim për ushqimet më të mira, të cilat ulin nivelin e sheqerit në gjak. Personat me diabet e dinë shumë mirë që armiku kryesor i shëndetit të tyre është përbërësi më i ëmbël në botë, sheqeri. Për këtë arsye ata mundohen të marrin nevojën ditore fal insulinës, por sipas ekspertëve, edhe tek personat të cilët vuajnë nga probleme të ndryshme, duhet të kujdesen për të ruajtur një ekuilibër të nivelit të sheqerit në gjak. Për këtë arsye, dietës tonë nuk duhet që t'i mungojnë kurrë këto ushqime. Perimet jeshile: spinaçi, rukola, qepa e njom, hudhra, preshi, sallata jeshile dhe lakrat e Brukselit nuk duhet të mungojnë në shportën tuaj të konsumit. Ato përmbajnë kripra minerale të rëndësishme për organizmin, si magnezi, i cili ju ndihmon të ruani ekuilibrin e sheqerit në gjak. Farat janë shumë të pasura me antioksidant, proteina, acide yndyrore, kripra minerale si magnezi dhe hekuri. Konsumi i tyre gjithashtu do të ndihmojë që ju të keni
një shëndet më të mirë dhe të keni nivele të qëndrueshme të glukozës në gjak. Gjithashtu janë një aleat i mirë kundër hipertensionit dhe diabetit. Në regjimin tuaj ushqimor nuk duhet të mungojnë farat e linit, lule diellit, farat e susamit dhe farat e kungullit. Kakao e hidhur, keni kujdes, nuk po flasim për kakaon e ëmbël në trajt pluri që e kemi të gjithë në shtëpinë tonë, por për kakaon e vërtet. Ajo përmban shumë magnez dhe fibra, çka ju ndihmon ju që të mbani nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Bajamet janë një burim mjaft i mirë fibrash, çka ju ndihmon që të mbani nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, bajamet janë një burim i mirë fibrash dhe proteinash. Ato përmbajnë gjithashtu magnez, madje më shumë se çdo lloj fruti tjetër i thatë. Konsumimi i 5 kokrave bajame në ditë ndihmon që ju të ruani nivelin e glukozës në gjak dhe ju mbron nga problemet kardiake. Dritrat integrale përmbajnë më shumë fibra sesa dritrat e përpunuara. Ndër më të dobishmet për organizmin ne do të përmendim njëkohësisht tërshërën, orizin, elbin dhe grurin. Ndihmojnë në filtrimin e gjakut, ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe sheqerin në gjak. Ndërkohë, duhet të konsumoni boronica, rrushë dhe mollë. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrushë dhe mollë kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti i tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë të glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasur edhe me ushqyes. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi gjithashtu ka një nivel të ulët të glicemisë dhe mbi të gjitha është mjaft i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave tërshëra ka një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa që të shkaktojë luhatit në nivelin e sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe njëkohësisht ul yndyrat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos të teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorët janë të pastër me fiber dhe kanë një nivel të ulët glicemie prej 9,55. Ato janë gjithashtu të pastër me proteina, me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e papërpunuar të tyre. Hudhra ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet të freskët sepse ushqyesit e saj janë edhe më të dobishëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!